Policia në Shkodër ka nisur disa procedime penale për raste të ndryshme, që nga aksidentet rrugore deri tek narkotikët dhe shkeljet ekonomike. Një aksident është regjistruar në aksin rrugor Shkodër-Koprik, ku një automjet i drejtuar nga një 65 vjeçar është përplasur me një kamion. Si pasojë, drejtuesi i automjetit është dëmtuar dhe ndodhet në spitalin në Traumos, jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu dëmtuan edhe 5 pasagjerë, të cilat pasi morën ndihmën mjekësore, janë kthyer në banesat e tyre. Një tjetër aksident ndodhi në aksin Shkodër-Velipoj, ku një 79 vjeçar u përplas me një motomjet pa targa që drejtohej nga një 16 vjeçar pa leje drejtimi. Nga përplasja u dëmtuan lehtë drejtuesi i motomjetit dhe një pasagjer. Ndërkohë, një 18 vjeçar nga fshati Luf është proceduar penalisht, pasi gjatë kontrollit policor ju gjet një sasi e dyshuar kanabisi dhe 2 radiomarrëse dhënëse të ngjashme me ato të policisë. Po ashtu, është proceduar dhe administratori një kompanie ndërtimi i denoncuar nga një punëtor që pretendon se gjatë vitit 2025 ka punuar pa u siguruar dhe pa u paguar. Në një tjetër rast, 2 persona janë proceduar pasi u kapën duke peshkuar në mënyrë të paligjshme me rrymë elektrike. Ndërkohë në Malsinë e Madhe janë proceduar edhe 2 shtetas të tjerë, njëri për kanosje dhe tjetri për lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Shkodër për veprimet të mëtejshme.